Rogerti zihet keq me Selinën gjatë një debati të fortë dhe emocional, i cili shumë shpejt del jashtë kontrollit. Ai e akuzon për udhëtimet në Dubai me të tjerë, duke i thënë fjalë të ashpra që e rëndojnë situatën. Situata tensionohet kur ai përmend sjelljen e saj në Big Brother VIP, duke shprehur dyshime të mëdha për karakterin e saj. Selina mundohet të mbrohet, duke i thënë se këto janë vetëm thashetheme dhe se ai po e gjykon pa fakte. Ajo ndihet e tradhtuar që ai zgjedh të besojë fjalët e të tjerëve në vend që ta pyesë dhe ta dëgjojë atë. Debati vazhdon me tone të larta, ku të dy hedhin akuza të rënda ndaj njëri tjetrit pa gjetur qetësi. Rogerti shprehet i zhgënjur, ndërsa Selina ndihet e sulmuar padrejtësisht në një dritë të keqe. Atmosfera bëhet shumë e rënë. Të pranishmit përpiqen t'i qetësojnë, por zemërimi mbetet në sytë e tyre. Në fund, ky debat lë pas një distancë të madhe, duke treguar se pasojat në marrëdhënien e tyre janë të thella.